u ktheva. Zoti Berisha, mund të na konfirmoni I me ka kë keni të komunikuar? gjitha. Si vendi? I ka tani gjersa jam këtu, do thot kam patur komunikim zyrtar, se për ndryshe po. Me zonjën Banhorn, ju lutem? Nuk ka, për gjersa jam këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, unë u ktheva. Është non grata vetëm për ju apo për gjithë familjarët? Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Tjeni sigurt. Ka qenë se kemi njoftim me Blinkenin, zoti Berisha. Prit, jo, prandaj dhe, qofse don tani, unë po them. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Kur. Ka patur një sankcion vizën. Pra nga sot ju mund të lëvizni i lirë në Amerikë, ju dhe familjarët? Tani edhe një herë, se ti nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Ka qenë një sankcionim për ju dhe familjarët tuaj për të si minim demokracie, për qenë korrupsion atë kohë nga Ka qenë edhe një herë, ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet Bashkuara. Po, sot është e hequr për të ju dhe familjen tuaj, për vetëm për ju. Sot unë them u ktheva. Mirupafshim.